Bardel, me dalë tash të kjo që është realitet. Se këto problemet politike, në fakt të probleme që tash duhet me zgjidh gjykata kushtetuese, janë puro politike, janë përplasje mes tyne. Dimensioni tjetër që është debati madh tashmë, po më duket që kena ka me qenë shumë i gjatë, është raportin mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit. Qysh po i lexon në aspektin kështu parimor, politik edhe shtetëror. Se me thonë, Vjosa Osmani po kritikohet në aspektin që ndoshta është duke vepru tash me inati për shkak se nuk ja dha edhe njëherë besimin me po president edhe për një mandat. Albin Kurti ka shumë interpretime e tashmë edhe disa deklarata që i tha Vjosa Osmani që problemet e tina me Vjosa Osmanin në fakt janë problemet e cilat Albin Kurti është dashur me i vlerësu. Nuk është dashur me u konë problemet e cilat e qajnë, si themi një dyshe, e cila për një 5 vjet për pjesës dërnuese të qytetarëve të vendit u pasi shpresë. Shpresë për vendin, shpresë për zhvillim. Po, para se dalim të kjo, veç të shtoj edhe diçka. Raporti mes presidencës dhe kuvendit. Sa do që në kuvend e kemi një mazhorancë politike që është lëvizja vetëvendosja që udhëheqet nga kryeministri aktual Albin Kurti. Dhe në presidencë kemi Vjosa Osmanin. Raportin mes dy institucioneve, kuvend, presidencë, unë kam dëshirë ta zhveshim për një moment, paktën sa të kaloj ky debati i madh juridik, ta zhveshim nga personalitet, nga individet. Kështu dhe raporti, kështu ishte dashur më pa, dhe unë shpresoj që kështu, dhe jam i bindur që kështu do ta shohë edhe gjykata kushtetuese. Pra është presidenti që ka vepron në raport me kuvendin. Dhe në këtë kontekst, unë besoj që nuk duhet prish ky cikli 5 vjeçar i vazhdueshëm që sa herë kuvendi dështon të ofrojë vendit president brenda këtij afati strikt kushtetues, duhet shpërndahet dhe shkojnë tjetër. Pa më parasysh kush është aty president. Ndërkohë që këto raporte tani, kuvend president, janë gjyros edhe me këtë debatin e madh publik, siç e thoni edhe ju me drejt, të raportit personal, Albin Kurti si udhëheqës i mazhorancës dhe bashk udhëtar në të kaluarën me Vjosa Osmanin, e cila është presidente për momentin. Dhe raportin personal të tyre tash ne dhe është normale, domethënë po e bashk diskutojmë edhe në raportin institucional. Tek raporti personal, unë besoj që për që të dytë, do të ishte me nderë që nëse mbyllin raportin e bashkëpunimit, ose etapën, apo kapitullin e bashkëpunimit politik në një tyre, edhe ndarja tjetë civilizuese. Tjetë civilizuese. Është fundi një karakteret e dy... Po s'është fundi, domethënë kanë bashkëpunuar në të kaluarën në rrethana të ndryshme, i kem pa që kanë qenë shumë të afërt, por para që të jenë shumë të afërt kanë qenë shumë kundërshtar tashpër. Dhe mu më dhimen edhe këta fanatikët politik që në momente caktuar marrin që thomë ne hyrësh të madh dhe godasin pa mëshirë. Ata kanë qenë armiq shumë përbetuar politik në të kaluarën. Kanë arrit marrëveshje dhe kanë qenë bashkëpunëtorë shumë të afërt politik. Nëse prapë mund të ashtu, mas nesër gjitha këto debate, sulme, goditje të mëdhaja për tradhtie, konspiracione të mëdhaja, nëse deri nesër detyrohen me i fshi këto komente, nëse deri nesër prapë bashk udhtojnë në një konotacion tjetër politik. Prandaj në politik prishjet, ndarjet, bashkimet janë normale në proceset demokratike. Por raportet personale dhe me shkuet deri në këtë mas, me tradhtie, me sulme ka të ndaja, janë të dëmshme. Pra nëse mbyllet kapitulli i bashkëpunimit politik, le të mbyllet në mënyrë civilizuese, s'ka nevojë për kështu, se prapë ka nevojë, prapë në kuvend do të jenë deri nesër, nëse ajo vendos që të vazhdojë rrugtim politik. Prapë do të jenë aty në kuvend. Nuk janë armiq,